Pamjet që shikuan tregojnë që shtëpia e Big Brother Kosova VIP 4 është ende në ndërtime sipër dhe nuk do të jetë gati me sa duket për 31 tetor, data më shumë e diskutuar dhe më shumë e komentuar, por me sa duket këtë herë do të thyet akulli i të 3 edicioneve që ka nisur në tetor e Big Brother Kosova VIP 4 mund të nisë në nëntor. Sa kaq, ajo që dua të ndaj në këtë gojë miletit është për opinionistët, është folur shumë për banorët, është folur shumë për emra që do të jenë këtë edicion, por shumë pak është folur për opinionistët se kush do të jetë. Unë e kam treguar dëshirën time se këtë dua në ato poltron që t'i jap mendimet në këtë vit. Dua që të jetë artisti Armend Rexhepakiqi, pasi e kam treguar që për mua ka një lloj dimensioni dhe një lloj mendimi të artë që i përshtatet formatit të Big Brother, por sot me ju dua të ndaj një emër që thuajse ka firmosur kontratën për të qenë opinioniste në Big Brother Kosova VIP 4. E kemi njohur në përputhen, e kemi njohur me pjesëmarrjen e saj si finaliste në Big Brother Albania VIP 2 e në poltronin e opinionistet thuhet se do të jetë Efi Dhedes. Një personazh që ka mbështetje, një personazh që pëlqehet për karakterin e saj të fortë, për të qenurit një nga emrat që diti se si të luaj në Big Brother, asë kohë me Luizin ku ishte edhe në krah e në fund i doli kundër, por nëse do të jetë realisht Efi, e kam treguar dhe një status që nuk ka Kosova personalitet apo njerëz të tjerë, por mua duhet i jepet mundësia dhe hapësira edhe të tjerëve dhe jo vetëm të qarkullojnë në të njëjta personazhe, por padyshim që Efi është një karakter që t'i plas gjërat në fytyrë, e kemi parë se sa dinamike dhe fort ishte në Big Brother, edhe pse kishte në krah Luizin siç e përmenda dhe mori një suport të madh nga mbështetësit, ende ajo flet për atë Big Brother, e pam në një intervistë dje në kanape. Por pjesëmarrja e Efit padyshim që do t'i sillte një dinamizëm të tjerë Big Brother, e nëse do të jetë ajo si opinioniste zyrtare në këtë edicion, do doja që ta shikoja të jetonte në Prishtinë për t'i parë 27 banorët, pasi nuk është e lehtë që t'i japësh një mendim nuk mund t'a japësh duke parë vetëm videot që poston në Instagram. E vitin e shkuar i kemi parë që opinionistët kanë qenë të njëanshëm në punën e tyre dhe kjo gjë nuk është e bukur, pasi e ka përmendur shpeshherë që opinioni që jepet në studio ndikon në lojën, e për lojën thuhet se do ta bëjmë banor të fortë. Emrat që përfliten është Saranda Hoda, është e njohur ndryshe si Sasa, një gazetare që ka luftuar me jetën, që ka bërë një nga operacionet e rralla në trupin e saj në Beograd vite më parë, e ku ka treguar një histori të trisht familjare që është braktisur nga nëna. Është një lojtare dhe një karakter i fortë që padyshim do të jepte një lloj dinamizmi shtëpisë së Big Brotherit, Mentor Haziri, Labinot Rexha, Ermal Fezullau, le të themi kemi edhe artiste si Rina apo dhe Zaifina Ismaili që përfliten shumë që do të jenë në këtë edicion të Big Brother Kosova VIP 4, por duke mos lënë më njanë edhe personazhet e rinj, e ata që le të themi e kanë treguar veten në rrjetet sociale si TikTok apo dhe në platforma të tjera. Flitet shumë për gazetarin thumbues Burim Pacolli nga ana tjetër, por derisa të vi dita e prajmit të parë, padyshim që emrat që do të qarkullojnë do shtohen edhe më shumë, e duke ndalur te Big Toku, që është një fan club, padyshim që do të rikthehet sërish Diell Zadaka në prezantimin e Big Tok, e me sa duket opinionist siç po flitet do të jetë Gresa Gashi dhe Vullnet Krasniqi, një kimi që të dy e kanë pasur që në shtëpinë e Big Brotherit, aty ku krijuan një miqësi që e vijuan edhe përtej Big Brotherit me një mision që kishin si ti që vendos pastaj rrugët u ndar, por të dy e kanë treguar që ka një lloj kimie të bukur, të veçantë dhe i shkojnë për shtat njëri tjetrit. Nuk e dim nëse do të jenë realisht ata, por janë dy nga emrat që janë komentuar më së shumti për të qenë në kultuket e opinionistëve të Big Tokut. Pritet padyshim ky Big Brother Kosova VIP 4 e më pas edhe Big Brother Albania VIP 5, padyshim njerëzit janë të lidhur dhe i ndjekim interes çdo lëvizje dhe krijojnë pastaj një lloj fantazi dhe më pas krijojnë grup tifoze dhe krijojnë mbështetës për lojtarët e tyre të preferuar. Ja kam thënë dhe e kanë thënë të gjithë që Big Brother është një trampolinë e mirë për ata që janë lojtarë të zgjuar dhe ata që dinë
ta lozin lojën. Kjo ishte Ngojtmi Letit, u mundova të ndaja me ju. Ato që po mësoj dita ditës, mos harroni të komentoni, por edhe të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.